Gjykata e posaçme ka shtyrë edhe një herë seancën ndaj Ajola Xhoxhës, e cila ka ankimuar vendimin për bllokimin e llogarive të saj bankare. Shkaku i kësaj shtyrie lidhet me praninë e një avokati të ri në mbrojtjen e saj, i cili kërkoi kohë për t'u njohur me aktet e çështjes. Seanca e radhës do të zhvillohet ditën e nesërme. Në seancën e së hënës, gjykata kishte kërkuar më shumë kohë për të shqyrtuar provat e reja të paraqitura nga SPAK, të cilat lidhen me burimin e fondeve të Xhoxhës. Ajo ka pretenduar se paratë e saj janë të lishme dhe nuk kanë asnjë element të dyshimit, ndryshe nga sa argumenton SPAK. Aktualisht, Xhoxha ndodhet në masën e detyrimit për t'u paraqitur, ndërsa bashkëshorti i saj, kryebashkiaku i Tiranës Erion Veliaj, ndodhet në arrest me burg. Xhoxha ka apeluar vendimin e apelit të GKK-s që legjitimoi kontrollet në bizneset e saj dhe sekuestrimin e celularit të saj. Ndërkohë SPAK ka marrë autorizimin për të kontrolluar telefonin e Xhoxhës, një vendim që ajo e ka kundërshtuar në gjykatë, duke argumentuar se kontrolli në një apartament të Sky Tower ka qenë i palishëm. Megjithatë, ky veprim është mbështetur si nga gjykata e posaçme, ashtu edhe nga apeli i saj.